Tash po ta kallëzoj në formë të thjesht, qysh me inimu vllau tan. Për shembull, këta janë largu pak. Na shqiptarët e kem, unë kam qenë me fol me shqiptarë, na njohim shqiptarët. Shqiptarët nuk afrohen mirë në saf. Shqiptarët lanë gjithçka zbrasira të mëdha. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, mos lani zbrasira me safit, se unë shoh shejtanat të kalu me safit nëse jesin zbrasira. Ty tash si musliman po ta tregoj një mundësi se qysh do të menajti në sala. Në sala, namaz, do të menajti kështu. Duart e qet kështu. Shif. Këta e qet këtu. Fiks kështu. Kjo është forma e parë. Kto po ta kallëzoj për me mujt me të kallëzu qysh me inimu vllau tan. Nuk jam të fola me qit duart këtu, a këtu. Nuk jam të fol. Kjo nuk është tema e mësot. Mos më keq kom ta diku. Unë jam të fol, ka thënë Muhamedi alayhis salam na urdhru na rasul me qit të djathtën për mbi të majtën. Tash unë po ta kallëzoj në formë qysh mund me inimu vllau tan nëse ky largohet. Për shembull, një pe forma është kjo. Forma tjetër është kjo, i lidh duart kështu. Këto dyja i njohëm, shumica neve përdorim këta, i lidhëm duart. Tash po ta kallëzoj në formë që mundesh minimu kur është ngosht vetit edhe vllaut tan. Kur është safi ngosht, i qet duart kështu. Edhe kjo është e lejuar. Shif, kur i qet duart kështu, baj vën për këta. Edhe kjo mundet më afru ma nga të meje. Kur është kallabllak. Kur është shlir xhamia, edhe kjo largu, atëre përdor këtë formën tjetër. Edhe zgjenon pak duart me shpresë që mos pe afron këta, mos pe prej këta, pe lidh. Domthon pe kështu, e shet që kjo largu, u kanë kallabllak, kjo largu, i zgjenon duart pak sa më mujt me prej këta. Se dy forma, mos e harro, kështu ose kështu. Kur është kallabllak, përdor këtë formën, lehtësohet, kur është shumë vend, i mundohesh me zgjenu kaq.